Arben Kicia nuk kam asnjë shpresë për t'u rikthyer në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve që gëzonte prej disa vitesh. Ministria e Brendshme konfirmoi zyrtarisht se Kicia e ka humbur statusin e dëshmitarit të mbrojtur të drejtësisë, pasi ka shkelur marrëveshjen në mënyrë të përsëritur. Ministria e Punëve të Brendshme sqaron se dëshmitari Arben Kicia, i cili dëshmoi për çështjen e njohur si Banda e Lushnjës, humbi statusin, pasi shkeli marrëveshjen me shtetin shqiptar duke thyer në mënyrë të bedishme për më shumë se një herë rregullat e përcaktuara. Në zbatim të ligjit, ky dëshmitar i mbrojtur nuk mund të gëzojë më statusin e të mbrojturit. Theksojmë se heqja e statusit të një dëshmitari të mbrojtur nga drejtësia nuk bëhet as nga qeveria dhe as nga Ministria e Punëve të Brendshme, por nga Komisioni Shtetëror për Katës, ku janë antar përfaqësues të gjykatës së krimeve të rënda, prokurorisë së krimeve të rënda, policisë së shtetit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Thuhet në reagimin e ministrisë. Rasti i dëshmitarit Arben Kicia është mëse tronditës. Ai është një nga dëshmitarët kyç që kanë ndihmuar për procedimin dhe dënimin e bandës famkeqe të Lushnjës dhe të kreut saj Aldo Bare, të akuzuar për krime çnjerëzore. Por sot ky bashkëpunëtor i drejtësisë është flakur në rrugë nga kjo qeveri. Sot qeveria e Edi Ramës është tërësisht e diskredituar dhe e damkosur si qeveri që me Sajmir dhe me Tahir tradhon dëshmitarët e krimeve të rënda. Këto janë raste skandaloze dhe as më shumë as më pak janë dëshmi e qartë e inkriminimit të qeverisë, të pushtetit të veshur me krim dhe të krimit të veshur me pushtet. Partia Demokratike do t'i shqyrtoj me themel këto raste dhe do të ofroj garanci absolute dhe siguri po absolute për qytetarët që do të bashkëpunojnë me drejtësinë, sapo shqiptarët të na besojnë në drejtimin e vendit. Ministria e Brendshme thekson se në asnjë rast nuk është shkelur asnjë marrëveshje me dëshmitarët e mbrojtur të drejtësisë, por ata të gjithë janë trajtuar sipas dispozitave ligjore në fuqi. Pavarësisht reagimit të Ministrisë së Brendshme, dëshmitari i mbrojtur Arben Kicia, në një intervistë ekskluzive për emisionin Xhungël, rrëfen se çfarë ka ndodhur mes tij dhe shtetit shqiptar. Ai thotë se ndihet i rrezikuar për jetën e tij dhe të fëmijëve. Kur ka ndodhur ngjarja? Pra kur zhver Xhevat Demiri. Ju ku keni qenë ato ditë? Kur janë zhvilluar ngjarjet. Dhe pse jeni ndodhur aty? Cili është motivi? Motivi që kam ndodhur aty, meqense se kjo ka interes, unë kam të edhe në gjyq, unë kam qenë miku ngushtë i Drago Vështinës, që është ekzekutuar nga grupi. Në atë kohë ndashin ca lekë të qaferit edhe duhet më ishe një letër nga bashkia, nga kryetari i bashkisë, që të shkonte tek në sheti nese. Më ka marrë në telefon e më ka thënë që hajde se do dalin do pimi kafe. Ne kemi pas një lokal afër kur është bërë vrasja. Ka qenë në pronësinë time të Bleda Xhiut dhe Çima Xhiut. Po më shumë aksione ka pas Bleda Xhiu. Ka qenë një gazetari Shimby Lybashit. Ja kemi marrë atit. Mund të interesoni edhe nuk pa bëj ditë çmimi, pas pak rëndësi ka. Dhe kur kam shkuar me Drago Vështinën aty, kam parë personat që i kam thënë në gjyq. Kur kam pirë kafen, shpejt e shpejt, na ka thënë Bledi, ikni që këtu mos rrini, se ja po ja tregonim ikni, mos nuk ka dash domethënë ngatrohesh, ikni. Dhe kur kemi iu ka ndodhur ngjarje domethënë. Ja trupës që kemi iu ka ndodhur ngjarje. Bleda Xhiu. Se Bleda Xhiu ka qenë kunati i ka dhënë motrën Dragos. Sa për dini. Po, mbas ngjarjes, pas sa ngjarje? Kësaj ngjarje të kur vra Xhevat Demiri. Ju jeni larguar nga Shqipëria? Orientisht jam larguar nga Greqia. Nga Shqipëria kam vajtur në Greqi. I kam dokumentuar të gjitha dhe jam këtu në 2002. Mos gaboj në 2002. E data ma se ma e merë, po ka qenë das me Borazejt, në shënë si ka kjo. E kam filluar jetën këtu, kam bleva këte, dërtesën, e punoja, kur jam plagosur, unë punoja, do më thënë, me gjithë familje, me nusën time, punoja shërbeja, do më thënë, njerëzve këtu. Në basin e këtu në 2002. Po. Ngjarja më rëndë që u ka ndodhur ka qenë plagosja. Plagosja. Si ka ndodhur, si zhvilluar ngjarja dhe si janë kryer hetimet në lidhje me atë ngjarje? Unë kam shkuar pas disa kohësh që unë erdha më vjen Klodi, që djali Çimit. Edhe pas shumë vitesh vije takoj këtu.
pas disa vitesh, 5-6 vitesh, nuk e maj mend se sa vite kanë qenë. Kam ardhur këtu te shtëpia, jemi prezantuar, që është babi, domethënë marrëdhënie të mira. Pas kësaj takimi, domethënë erdhi çimi, pas disa javësh, a muaj, nuk e maj mend, edhe u forcu prapë lidhja si qishim. Jepet një ka qenë, se mase gaboj, po ka qenë zgjedhje, kur zgjedhur Ylli Miftiu, ose ka qenë në ikje Ylli Miftiu, kryetari i bashkisë nga bashkia. Nga bashkia. Nuk e di sa para ka qenë. Aty ka pas konati imi dyqane. Te hoteli ku rinde Rezgina. U prish ajo atje, Çimi ishte aksioner të hoteli. Domethënë Çimi Xhiu ka qenë aksioner, dhe këto i kishte zënë Rexhepi. I kishte zënë pronën atje, i kishte pas debate më përpara. Edhe më merr një ditë Çimi, me Klodi, me dy çunat e vet, e shkojmë. Aty ishte një djalë Bilardo, unë i kam thënë dhe gjyq këto. Konsuar nga Rexhi. Bëri biseda me Çimin. Unë s'kam pas dhe në atë kohë probleme me Rexhi, nuk kim pas një fërkim, në gjek, shkoshim normal. Edhe pa në një djallëzi, i kam thënë atij djalit që lese bisedojmë me Rexhi, i ta sqarojmë këtë punë. Se ishin lokale ata. Kemi vajt, kemi pa atë lartë ndërtesës, është 3 kaç ajo, me Çimin. Kemi vajt, kemi takuar edhe djalin e Pilo Lalës. Pas sa kohësh ndodhi kjo, pas sa që ndodhi. Unë s'kam çfarë të them me për plagosin time, ajo është e mori dënimi, kështu që Bas asaj unë e mendoj gjithmonë që Fred Shkurti ka qenë dominant në çdo gjë që bëhesh. Mbas asaj ka patur tentativë tjetër për të goditur ju? Shumë mirë. Pas asaj. Ka pas disa raste tjera. Një rast kam qenë me djalin ka qenë i vogël, e kam pas krah. Ka pasur, tash se kush ishte, në atë kohë ishte sa kishar, nuk i njihsha me këta të rinjët. Mbas plagosit u largove prapë në Shqipëri? Jo, nuk jam largove, rishja e ngujuar, rishja sa miqtë e mi këtu. Një vit ka qenë, një vit e gjys, më thënë, nga llogaritë në 2003 deri në atë kohë nuk kemi lëvizur. Kemi lëvizur kështu, me sa njerëz, me javë, me muaj, po në Shqipëri jo. Vetëm thjesht, domethënë kam qenë i sigurt diku vend tjetër. Në momentin ju thirrën për të bërë marrëveshje. Kjo ka qenë, nëse u kujtohet, domethënë saktësisht, çfarë kanë kërkuar ju dhe çfarë u kanë ofruar? Po, në ana teknike marrëveshja bëhet me 2 palë. E ka ligji. Po këtu në Shqipëri ndodhin çuditëra dhe e bën zyra e mbrojtjes së shqiptarëve. E thot filmos. Unë nuk e kam pranuar këtë, që në fillim. Se kishte gjëra që mua nuk mund t'i nuk i zbatoja dot, ose kisha përplasje me këto. Marrëveshja bëhet me 2 palë edhe në prezent prokurorit. Në atë kohë nuk e di ma se ka ndryshuar ligji, se më kanë thënë që ka ndryshuar më vonë. Na kam mbledhur një Kosta Beluri në prokurori, e ka thënë zyra dhe unë. Midis juristës i kam thënë, kisha pretendimet e mia, nuk u bë. Asnjëherë nuk u bë marrëveshje në prezentin tim. Vetëm thoshin firmose. Nëse nuk s'kisha ndonjë problem me marrëveshjen, vetëm për ca gjëra teknike, po marrëveshja bëhet me 2 palë. Nuk bëhet shkruaj aty edhe kryesorën në marrëveshje, se kjo kishte domethënë. Dhe sa për dini ishte që unë do ikja jashtë shtetit, e thot marrëveshja në fund, të integrohesha me fëmijët e mi, edhe ky ishte domethënë përfundimi i marrëveshjes. Ikja jashtë shtetit, domethënë shteti cakton 3 vende. Unë zgjedh një, edhe aty duhet të ishin të integruar. Nuk thot marrëveshja as me leje as pa leje. Marrëveshja kur ikën, pastaj kur shkon atje bën marrëveshje tjetër me palën X, me palën që shkon. Kjo ajo marrëveshje s'u bë kurrë. Kur ke shkuar tek vendi te pala italiane se tani doli hapur tani. Kur ke shkuar në Itali, ke ndëshkuar marrëveshje me palën italiane? Jo. Si e garantonte mbrojtjen tuaj me policia italiane? Për i vërtetë nuk kishin mbrojtje. S'kemi pas asnjë mbrojtje. As integrim, as mbrojtje, as Do i mbikëqyrje apo vëzhgim distancë? Asnjë. Vetëm me oficerin e kontaktit. Derisa ka qenë Ervini rrinte afër nesh, Ervini, pastaj oficeri i kontakti ishte Dritani, po rrinte në Rom. Vetëm me Dritan Berisha. Edhe Dritani nuk fillon pasaj
në largësia, a qysh atë, kishim pa kontakte. Kontaktoni me palën, kur rria unë, po e them bari, kishte kontakte. Momentin që këta fituan pushtetin, i ndërpren kontaktin me italian. Habiteshin italian, nuk na besoni kur i thosh. U shkëputëm përfundimisht. Gjatë kohës që ke qenë në Itali, ka patur ndonjë rast kur je ndjeri kërcënuar? Jo, italianët na thoshin gjithmonë, mos shko në plazh tek ai vend. Mos shko këtu, dhe neve i bënim gjithmonë, edhe ata na sugjeroshin që të ikshim në një vend të largët. Edhe ne ikshim faktikisht kemi ikë në Greqi, kemi bërë pushim. Kemi ndetur në shtëpi. Nuk kishim asnjë lloj, qose unë kam një numër të më marrin më telefon, ose mos ju interesoni më, qose kam pasur një kontakt me një shqiptar. Në Itali, unë më përgjegjësi ligjore. Një kontakt me një shqiptar, një numër shqiptar, ose në një familje, ose italianët janë pavarësisht se nuk na thoshin neve, po mos e interesoshin. Një nga akuzat që është bërë kundër jush, është fakti që ju nuk jeni përmbajtur marrëveshjes. Pra, ju keni shkelur marrëveshjen duke hyrë brenda territorit shqiptar, pa vënë dini policinë shqiptare dhe në këtë mënyrë keni rrezikuar edhe jetën tuaj dhe të familjarëve tuaj dhe njëkohësisht i keni krijuar probleme policisë shqiptare. Kjo është çudia më e madhe që e kam dëgjuar. Ku kemi dhënë intervistën e parë te Newsi, na kanë thënë që s'ka probleme. E keni të shkruajtur në gazetë në një ministrisë. Tash i dëgjojmë që kanë thyer marrëveshje. Po çfarë marrëveshje kanë thyer? E para e punës kemi kërkuar për shumë vite, për sa vite kemi qenë atje, kemi kërkuar integrim. Që kemi të shkruajtur marrëveshje, arsimim, vëm shkollë, e ke të shkruajtur. Pse nuk e zbulojnë? Merë marrëveshjen që është formale, thonë. Po më formale, se kam thënë unë, e di unë shumë që është formale. Është formale. Këta kemi kërkuar. Një punësim, pa lek, pa rrok, vetëm të dishim nga shtëpia. Kemi qenë të izoluar. Nuk ka marrëveshje. Zyra ajo është zyre korruptuar. Rasti na thot, ka qenë një rast, ku më ka thënë ai financieri, se nuk kishim kontakte, ne s'kishim as oficer kontakt, vetëm me këtë financieri, kena i lekët. Na ka thirrur 3 herë atje, që kemi marrë lekët. A duhet vjen me lekët atje? Procedura si ishte? Duhet t'i Oficeri kontakti. duhet t'i sillni në Itali, jo Oficeri në Shqipëri. Oficeri kontakti duhet binte si na i ka pur Atani, Ervini. Po pse nuk i sillni? Ku ta dim ne? Ke pyetur? Po si më po këtë i kërkoshim. Na mbyllshin telefonat. Ky drejtori na mbyllte telefonin, nuk numrin se kishim. Edhe financieri i tha që nuk duhet të kesh kontakt me filanin. Kjo është çudia më e madhe. Kur keni ardhur këtu për të tërhequr pagesën, u kanë thënë që ke bërë gabim që ka ardhur në Shqipëri të tërheqet pagesën? Si kam bërë gabim? Jam paguar me dokument shkruajtur. 3 herë, 4 herë kemi të shkruajtur, kam marrë lekë të rrugës. Edhe rria na 4-5 ditë sa të rishin lekët. U është thënë që nuk duhet shkelin territorin e Republikës së Shqipërisë për sa kohë do t'jeni në Asnjëherë. Asnjëherë. Pires një marrëveshje të duhet i marrësh leje italiane. Këta nuk kanë marrëveshje, nuk kanë kontakt me italianë. 2 vitet e fundit, 2 vite e fundit as kishin kontakt fare me italianë. Italianët e dini se kur ishte Paolini akoma oficer kontakti. Paolini ka 1 vit e gjysmë ka ikur. Kërkoni një kontakt, nuk gjeni një kontakt. Ti i njoftoje policinë italiane kur vjen në Shqipëri? I kam mesazhet, i kam me dokumenta, mund t'i jap juve. Ti verifikoni. Ju lutem i verifikoni. Nga kontakti që ke patur me zyrën e financës. Po, Ramazani. Të ka thënë pse janë vonuar pagesat edhe nuk kanë qenë korrekt për t'i paguar çdo muaj? Ku ti thoshë shtetit për shtetit? Nuk jepte përgjigje. Gjithmonë më gënjeni. Do vijavës tjetër, gjithmonë. Herën e fundit kur keni ardhur në Tiranë për të tërhequr pagesën dhe çfarë ka ndodhur? Herën e fundit ka qenë data këtu që debati se unë kur kam ardhur jam futur kam ardhur me gjithë makinë. Nga problemet i kam pa 2 herët e para që më lishin të zbuluar, bridhja me taksi. Biles kam edhe biletat e faturat e taksive e kam dhënë Ramazanit, i kanë dosje. Këto mbaj tash edhe i kam dhënë, këto mbaj se një ditë do na interesojnë mua këto punë.
Dhe më duke se i ka mbajtur, i ka futur në dosje. Vija me autobus, me taksi, ai abitesh po. Kur erdhët me makinë, çfarë Kur ndodhi? kam marrë në makinë, jam fund dogan. Jam përplasur me doganier. Doganier të tatimeve. Më tha mu kontroll. Kontrolloj, ke whisky? Më tha mu, do më japësh një whisky? Që whisky do t'i të shumë? Që whisky? Kontroll, më tha mu. Filloj një kontroll atje, më gjetën një whisky dhe 6 shishe verë. Mi sekuestruan. Aty u përplas, mas e bera gabim që i thash jam person i mbrojtur. E verifikojnë, vjen një polis, fillon debate me këta. Me këta të doganës. Pati një përplasje. Dhe më vjen komandanti i portit me mjemër Qela, mbase emri nuk e kujtoj, po me mjemër Qela. Çuni i ri shumë i mirë. Më qetëson, se do i merr janë gazetar në telefon. Vjen dhe një inspektor i Durrësit, e dërgojmë ta zyrës, më qetësojnë, më tha do ta ndjekim neve këtë problem. Që këtu filloi problemi pastaj. E drejtojnë. Ai person mas e ka qenë i fuqishëm, që po plasa unë, se më i bëra edhe një deklaratë për pushim nga puna, se më thoshin është që këtu filloi domethënë. Ato ja u kthyen sendet që Jo, i thash atyre i bëni çfarë do, nuk kishte problemi sendet, gjesti dhe sjellja që krijuan ata me mua. I kërkon dhe letrat e makinës, janë Letrat e makinës. E këtë vjetër makinën. Dhe më hap probleme, masa ja që rastësi, nuk mund ta makinë. Po aty pastaj ku ka vajtur në zyrë, më ka thënë pse ke ardhur me makinë. Ku ti thoshe të vjen me makinë apo me makinë? Ju më natë mes rrugës si thashë ti Ramazan. Pra kur kam marrë dhënë e parë. Megjithatë, nuk ka problem, makinën s'ma ka paguar, kam letrat këtu. Kjo masën e sekrete, që rastisht jam marrë asaj se unë s'kam letra të tjera, vetëm këtë kam trada së mundit, që më zhvanuar, mund t'ja jap. nga momenti që u mor pagesa e fundit që i bie në datën 17 qershor. Jo qershor. Deri në qershor. Deri në qershor janë mbledhur gjithë pagesat. Është maj. Pagesa e fundit është bën maj. Janë mbledhur gjitha borxhet. Gjithë borxhet që se kështu nuk vjen, edhe kur vjen atje nuk na jepin lekët. Na ka dërguar dhe me Western Union që Edhe nuk lejohet. Lejohet. Ka paguar edhe lekët e shtëpisë vet. Vetëm mos i japja problem I shtetit. kemi këtu I kemi ato faturat. Western Union. Kemi dhe gjitha letrat i kam mbledhur. Nga i momente mbrapa ke shkuar te zyri financës sa përgjigje kanë dhënë? Më e kam marrë në telefon, më ka dhënë në orë drejtori, mos kemi asnjë kontakt me ty. Çfarë duhet bëja? Kemi dërguar mesazhe kësaj gruas që na ka dhënë. Një mesazh i fundit që kemi thënë kësaj. Mesazhi i fundit, do paguaj shtëpinë, nuk po paguani shtëpinë, më thënë po do dali Fredi patjetër, i ka dhënë fjalën Fred Shkurti për dalë. Duhet ta nxishin me çdo kusht. Nuk e arritën këtë punë. Fakti që gjykata e lartë ka dhënë vendimin tashmë përfundimtar për dënimin me burgim për jetën ndaj Fred Shkurtit. Po. Çfarë ndjeni në këtë moment? Që sakrifica që keni bërë ju ka vlerëtur apo jo? Ta rish punosh për shtet. Unë e mendoj në atë kohë si humor, qa banda, si funksionante këtu, nuk dilte njëri, në ora 4 mbylleshin njerëzit. E kisha krenari, edhe isha krenar, kur me gjithmend besova që ata do të sulmoshin bandat. Do më thënë me gjithmend, fillim nuk e besoja. Po kur e pash pastaj që ngjarjet po rrjedhin, edhe ata janë arrestuar në momentin kur është vrarë Klodiani, në datën mos gabojnë datën 7 a 8. Agjiu. Në atë datë janë arrestuar. Jo pa qëllim arrestuar në atë datë. Do më thënë ishte një kënaqësi e jo. Filluan. Rodhën shumë mirë ngjarjet. Kishte rezerva. Dim akoma se ka raste është vrarë një polis këtu që mësot edhe familja është dukur. E dihet shumë mirë se kush e ka bërë. Problemi s'ka fakt. Problemi është e prova. Me forcë, me forcë çatë me një përkushtim të madh nga qeveria, domethënë që ishte Berisha në atë kohë. Atë me pasërti këtë, që megjithëse po nuk kundërbanda. Lushja u bë për 4 vjet, domethënë sa kam qenë në Lushje ka qenë. Gjatë kësaj periudhe, që ju keni qenë, domethënë
Problemet kanë filluar pas 2013-s. Në pjesën kur keni nuhatur që ka një lloj ftoje, një ndryshim të qëndrimit nga autoritetet zyrtare shqiptare ndaj jush. A ka patur probleme dhe presione ndaj familjarëve tuaj? Ka ardhur vllai im para zgjedhjeve, 2-3 muaj para zgjedhjeve, nuk e mbaj mend me data, edhe filloi punë policë privat te spitali. Edhe që të vazhdosh punën në policë nuk e dini, duhesh një dëshmi nga policia e shtetit. Nëse vllai im ka qenë në kohën më përpara ka qenë sampist me këto, kishte një dëshmi në atë kohë, kishin dhënë këta bën prenjës si më duket, me atë ka qenë komandant. Nëse s'ka pak rëndësi ka. I fitoi të gjithë këto çfarë ishin. Po vazhdonte punën me drejtorin, e shoqëronte të drejtorin me makinë vet. Kur një ditë bukur i thot drejtori që nuk mund vazhdosh punën me. Po pse? Nuk e dim, na kanë thënë që ti duhet vazhdosh punën. Ne si them vllajt, ik morri me atë, se kishe presione. Se ky drejtori thoshin që kam shumë presion që ti duhet largohesh. Edhe kishte presione të tilla, do largohesh, do ta vrasin, ta bëjnë, domethënë kjo ka ndodhur sa e mori Partia Socialiste, një 3-4 muaj domethënë. Ta nëndori nga dhjetori. I them vllajt ik, kërkoj azil në Suedi. I vllaj. Atje kishte gjitha në rregull. Një ditë i thonë që ora nuk do vazhdosh me atë rishtu, do kthehesh. Unë mendoj që ka bërë shteti, mendoj unë. Deri në atë moment mendoj që kishte bërë shteti. Kur vi këtu, i them vllajt, shkoj një herë, interesohu për letrat që ju kanë ardhur, që kanë ardhur për punën e që do merret dëshminë. Azili dhe dëshmisë. E vajti te policia. Fjesë atje i çonde. Tashin nuk do të thënë se e kemi gjetë në anë miqësie ku shkruhet Arti Kice i dyshuar për verbra të rënda kriminale. Kur më thot vetë duart në kokë, çfarë po bëhet, çfarë po ndodh? Çfarë kërkoj unë me? Që të vazhdoj të rri me këta? Çfarë lloj me i kam thënë vllajt urgjentisht. Me fëmijët, 2 gocat, ik largohu që aty mos rri. Siç i thash edhe parë, kërkoj azil, Suedi, në një vit, i thash prap ik largohu. Dhe e kam larguar. Aktualisht nuk ndodhet. Kini besim të këto autoritete që janë aktualisht dhe me këto ngjarje që kanë ndodhur? Qa sigurimi kemi neve? Na sotës po na pret, vajtëm te ministri. Na erdhi një letër në inspektori i Ministrisë Brendshme. Sa e morën vesh kush ishte në zonë? Sa e morën vesh, apo mos e qasnin. Vajtëm te ministri kemi në 2 orë te Garda e Republikës. Kam folur me sekretaren. Më tha më shko te Ervini. Po i thash, po si mund vetë te Ervini takojmë për Ervinin? Si vetë do t'i them ministri, nuk të pret ministrit. Ka tjetër. Ke kontaktuar me institucione të tjera, me presidencën, me presidentin, na ka sjell një letër. Me prokurorin kemi edhe falenderoj domethënë institucionin e presidencës, prokurorisë, na kanë pritur. Nuk kemi në ambasadës amerikane kemi bërë një letër, përgjigje nuk na ka ardhur. Po te kryeministria jeni drejtuar? Asnjëherë as nuk e mendoj vetë te kryeministri. Dhe te ministri që vajtëm, po ja them pas këtij, në prokuroria na ka thënë këto që mi thua mua shko thuaj edhe ministrit. E kemi bërë dhe një letër ministrit, e kemi mandatin këtu. Edhe nuk e kam marrë mendimin. Gjatë kësaj kohe kur ju jeni bërë publik, pra që keni dalë dhe në media. Po. A ka patur ndonjë mesazh që ka ardhur? I kemi mesazhet të gjitha. I kemi. Flas për kërcënimin. Po, për kërcënimin, na kanë ardhur në shtëpi. Do të pashu t'ja them me emra, por nuk është mirë t'ja them me emra. Sigurt policia t'ja themi me emra. E kam kap, nuk mos flasim, nuk dua t'i flas tani këto gjëra se. Unë mendoj shumë mirë që është një bashkëpunim shteti me shtetin. Nuk ka mundësi të bëhet një gjë e keqe pa dinin e shtetit. Është e pamundur, nuk të lesh një familje. Në Itali janë heronj personat e mbrojtur. Gjithë botën janë heronj, i quajnë heronj.
Neve na hedhin në rrugë se kur s'kem. Ata i ndajnë dëshmitarët të Si, abortës. gjëra që ndihma nuk diskutohet. Ndihmë sociale këto gjëra. Po ta tellin të rrugës rringu juar thot. Ke punuar kaq vite për shtetin, ke qenë 10 vjet i mbrojtur me marrëveshje për integrim, për fëmijët e për gjithë, e thot pastaj ktheu prapë atje ku ishe, rringu juar prapë. Ose siç na thash shkote Partia Demokratike të japin ata. Që na tha njëri neve kur vajtë morëm këto na prezuan që atje. Janë të korruptuar, janë bashkëpunëtor të krimit. Janë bashkëpunëtor. I kanë dhënë fjalën. Pse e qysh nuk e di, me lek për gjëra të tjera, për interesa të tjera punë të tyre. Janë të interesuar që t'i nxjerrin në burgu siç po dalin. Siç do ulet dënimi të tjerëve. Është e pamundur. Janë për shqiptarët të emigrojnë në Afrikë, kërkojnë. Në këto kushte kur i ke lënë pa mbrojtje, pa mbështetje, pa siguri për jetën tuaj dhe familjen, çfarë do bëni? Jemi nuk dim çfarë do bëjmë. Çfarë mund të bëjmë? Duhet të angazhohemi. Duhet të angazhohesh një. Nëse qëndroni në Shqipëri, të më thënë jeni të rrezikuar. Akoma nuk e kemi vendosur. Çfarë zgjidhje do? Na që këtu do ikim. Që këtu do ikim, po se ku do ikim nuk e kemi vendosur akoma. Që këtu do ikim, do rrim Tiranë, nuk kemi ca miqë ende nga Shkodra, shohim ku do rrim. Do shtrojmë një vend, azil, politik. Pse jo? Mbrojtje. Mbrojtje atje, me një shtet. Dhe familjes këtu. Akoma s'e ka fut fëmijë, nuk kemi marrë vërtetimet e shkollës. Është një terror që bëhet familjes, është një akmarrje që po i bëhet familjes. Akmarrje politike, çdo gjë ka brenda. Falenderoj gjithë ata që na dërgonin mesazhe, kryetarin e Partisë Demokratike që na priti. Na dha besim, na dha kurajë. Ish Kush u ka pritur në Tiranë nga opozita? Zoti të Basha gjithë, apo? dhe Zoti Basha na ka pritur. Edhe i përshëndes Edi Paloka, Kastrioti, Aldroni, gjithë na kanë pritur. Kemi pasur një shtetit jashtëzakonshëm. Çfarë u kanë sugjeruar ata? Edhe Berisha na ka dërguar mesazhe. Në një situatë të tillë, çfarë u kanë sugjeruar? Nuk japin tot për ishte pamundur, thot kryetari i opozitës tonë të bëjë gjitha ato që ka mundur të bëjë gjitha, te presidenti, te prokurori dhe te organizatat e Kombit Bashkuar do ta çojmë çështjen tënde tasë është domethënë e kuptonte që megjithëse ishte një akmarrje. U kanë kërkuar për që parasysh sigurie të qëndroni apo të largoni nga. Të largohemi, as s'duhet të rrini as 2 ditë në këtë. 2 ditë nuk do të rrini. Guximi im që po rri këtu.